Më shumë se një muaj që nga nënshkrimi i marrëveshjes së anëpushimit, Gaza vazhdon të jetojë ditët e gjenocidit që nuk ndaluan vdekjet as nga uria, as nga mungesa e ilaçeve e as nga bombardimet izraelite. Ushtria së cilës ka shkelur plot 250 herë anëpushimin e dakorduar më 10 tetor në Egjipt. E kjo jo vetëm në Gaza, por edhe në Liban, ndërsa të mos flasim për bregun perëndimor pushtuar, ku spastrimi etnik është intensifikuar frikshëm. Ky anëpushim ishte madje shumë i vonuar, por as pak i besueshëm gjërësisht. Siç kërkoi fillimisht presidenti amerikan Donald Trump që banorët e Gazës të largohen nga enklava e më pas ndryshoi qëndrim, Izraeli duket se vazhdon realizimin e planit të parë, spastrimin etnik të enklavës palestineze përmes metodave të ndryshme, përfshirë vazhdimin e bllokadës dhe ngulfatin e jetës së gati 2 milion palestinezëve. E fundit ishte dërgimi mbi 150 palestinezëve në Afrikën e Jugut përmes një fluturimi misterios, madje i paqartë edhe për vetë shtetin afrikan dhe komunitetin ndërkombëtar. Edhe pas më shumë se një muaj nga anëpushimi, plani i Trumpit çdo ditë më shumë bëhet i paqartë dhe Izraeli e SHBA në sfondin e planit për ndërtimin e pjesëshëm të Gazës vazhdojnë të fuqizojnë diku rreth 4 grupe kriminale palestineze që dyshohen për lidhje të forta me ISIS-in.